të liçeni jemi në nivele të jashtëzakonshme. Shkarkusi natyrisht është ndezur dhe funksionon, por përsëri niveli është shumë i lartë. Shkojmë ku ka ardhur. Ndërkohë që zona këtë rrugë liçenit, veçanërisht pranë pistës së bicikletave janë fundëzuar. Unë mendoj që një shkarkus nuk mjafton. Dhe duhet një shkarkus i dytë ose pastaj të ndërhyjmë me pompa për të nxjerrë ujin nga liçeni. Pompat e mëdha që janë përdorur 2 vite më përpara. Moti është shumë i keq. Shikoni sa mbarsur është qielli. Dhe shirat që mund të pasojnë mund të krijojnë një situatë akoma më kritike. Shikoni, pesa që është kjo këtej e gjitha nuk rrezikohet nga lana, rrezikohet qaktësisht nga liçeni. Duhet bërë me çdo kusht nivelet e pranueshme të qëndrueshme të liçenit, sa kohë që ka edhe një ditë tjetër të fortë me shi, për të mbrojtur pesën.